Një takim i papritur në bodrumin e një rokaqielli të kryeqytetit do të ndryshonte përgjithmonë jetën e dy njerëzve që dukeshin aq të largët. Diferenca hierarkike mes një koordinatoreje mirëmbajtjeje dhe drejtorit ekzekutiv të kompanisë dukej e pakapërcyeshme deri në atë natë dhjetori. Ajo që nisi si një nder i thjeshtë do të shndërrohej në një lidhje që do të sfidonte të gjitha rregullat e papashkruara të botës korporative. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Festa vjetore e korporatës Iliria kishte përfunduar prej gati 2 orësh, por jehona e të qeshurave dhe muzikës ende dukej se dridhej nëpër korridoret e zbrasta të katit të 32. Lulieta shtrëngoi vidat e fundit të strukturës së çmontueshme të skenës, duke ndjer peshën e lodhjes në këmbët e saj pas një dite të tërë pune. Në moshën 34 vjeçare, ajo kishte zhvilluar një rutinë precize, mbërrinte gjithmonë 1 orë përpara punonjësve të tjerë, përshkonte çdo kat duke kontrolluar sistemet e ventilimit, ashensorët dhe pajisjet elektronike, dhe largohej vetëm kur ishte e sigurt se çdo gjë funksiononte në mënyrë perfekte. Si koordinatore mirëmbajtjeje, Lulieta njihte çdo cep të asaj ndërtese me xhama që pasqyronte dritat e Tiranës si një far modern. Kishte filluar aty si teknike 8 vite më parë, fill pas lindjes së Blerinës, vajzës së saj. Kompania i kishte ofruar stabilitet atëherë kur ajo kishte më shumë nevojë, dhe ajo ja kthente me përkushtim absolut. Kur nuk kishte munguar asnjë ditë, kur nuk kishte lënë një problem pas zgjidhje. Festa e këtij viti kishte qenë veçanërisht madhështore. Arben Krasniqi, drejtori ekzekutiv, festonte 10 vjetorin në krye të kompanisë që e kishte shndërruar nga një konsulencë e vogël rajonale në një fuqi kombëtare. Lulieta e kishte vëzhguar nga larg gjatë ceremonisë, duke vënë re se si ai përshëndeste çdo punonjës me të njëjtën mirësjellje të përmbajtur, por duke mbajtur gjithmonë një distancë respektive. Ishte një burr i gjatë, rreth të 40-tave, me flokë paksa të thinjur të tëmthat dhe me një kostum që ndoshta kushtonte më shumë se sa ajo fitonte në 3 muaj. Ndërsa po fuste veglat e fundit në kutinë metalike, Lulieta dëgjoi hapa që jehonin në korridor. Kontrolloi orën e dorës, 10:15 e natës. Kush tjetër mund të ishte aty në atë orë? Përfundoi organizimin e materialeve dhe zbriti me ashensorin e shërbimit deri në parkimin nëntoksor, ku makina e saj e vogël blu e priste mes pak vendeve të zëna. Bodrumi ishte i heshtur, i ndriçuar vetëm nga dritat e emergjencës që krijonin hije të gjata mes kolonave të betonit. Lulieta vuri re se vetëm 3 makina kishin mbetur aty, e saj, një sedan i zi që nuk e njihte dhe bëmja e zezë impozante e Arbenit. Rudhi Ballin. Drejtori ekzekutiv kishte gjithmonë shofer, një burr në moshë të mesme i quajtur Fatmir, i cili punonte për familjen e tij prej më shumë se 15 vitesh. Ishte gati të ndiste motorin kur 2 roje sigurie u afruan të dritarja e saj. Njohu Besnikun, shefin e sigurisë së natës, një burr i përzemërt që gjithmonë e përshëndeste me buzëqeshje. "Më fal që të shqetësoj, Lulieta," tha ai, duke u dukur i zënë ngushtë. Shoferi i Zotit Arben ka pasur një problem mekanik rrugës. Makina e tij u prish në hyrje të qytetit. A mundesh, a do të ishte e mundur t'i jepje një makinë atij? Është se ti je e vetmja punonjëse që ka mbetur dhe. Zëri i Besnikut humbi në ajër ndërsa Lulieta po përpunonte kërkesën. Ti jepte makinë Arben Krasniqit. Njeriut që nënshkruante çekun e rrogës së saj, që merrte vendime që preknin jetët e mira punonjësve, që jetonte në një botë krejtësisht të ndryshme nga e saj. Ideja dukej absurde, gati komike. Sigurisht, u përgjigj ajo, duke u habitur edhe vetë me shpejtësinë e përgjigjes. Asnjë problem. Besniku buzëqeshi i lehtësuar dhe u largua për të bërë një telefonat. Pak minuta më vonë, Arbeni doli nga ashensori kryesor, duke ecur me hapa të matur drejt parkimit. Kishte veshur të njëjtin kostum të errët të festës, por kishte liruar kravatën dhe kishte zbërthyer butonin e parë të këmishës. Mbante një çantë lëkure kafe dhe ruante një shprehje neutrale ndërsa i afrohej makinës së Lulietës. Ajo hapi dyert dhe vëzhgoi nga pasqyra ndërsa ai u akomodua në ndenjësen e pasme. Kontrasti ishte i madh, brendësia e thjeshtë e makinës së saj me ndenjëse pëlure të vjetëruar dhe një arush të vogël pellushi të varur në pasqyrë që Blerina ia kishte dhuruar për ditëlindjen e fundit, kundrejt figurës elegante të Arbenit, i cili dukej sikur kishte dalë direkt nga një revistë korporative. "Mirëmbrëma," tha ai me një zë më të butë se sa ajo priste. Nuk kishte arrogancë në tonin e tij, vetëm një mirësjellje të lodhur.
Mirë mbrëma, zotëri, u përgjigj Luljeta duke ndezur motorin. Për ku do të shkojmë? Arbeni dha një adresë në një nga lagjet më elitare të Tiranës, tek Kodra e Diellit, një zonë që Luljeta e njihte vetëm kalimthi. Filluan të ngjitnin rampën e parkimit në heshtje, dritat e qytetit po zbuloheshin gradualisht përmes xhamit të përparm. Era e parfumit të shtrenjtë të Arbenit përzihej me aromën e mbetur të shampanjës që ende depërtonte nga rrobat e tij. Luljeta i mbante syt fiks në rrugë, por mund të ndjente praninë e tij në ndenjësen e pasme si një energji të huaj, as e parehatshme, as familjare, thjesht ndryshe. Minutat e parë kaluan pa asnjë fjalë. Luljeta ngiste me kujdes të shtuar, e vetëdijshme se mbante njeriu më të rëndësishëm të kompanisë. Rrugët e kryeqytetit ishin relativisht të zbrazta për një të premte, duke e lejuar atë të mbante një ritëm konstant përmes trafikut të natës. Ishte momenti kur ndaluan në semaforin e dytë që Arbeni theu heshtjen. Nuk ke nevojë të bësh rrugën më të gjatë, tha ai, zëri i tij jehonte butësisht në hapësirën e ngushtë të makinës. E di se ku banoj. Nuk tingëlloi si një urdhër. Në fakt, kishte diçka gati nguruese në fjali, sikur ai po kërkonte ndjesë për ndonjë shqetësim. Luljeta shikoi nga pasqyra dhe ndeshi sytë e tij për një fraksion sekonde. Kishte një lëndueshmëri aty që ajo nuk do të priste kur ta shihte te drejtori ekzekutiv i korporatës Iliria. Nuk është shqetësim, u përgjigj ajo. Është rruga që do të bëja gjithsesi. Nuk ishte e vërtet, por u duk gjëja e duhur për t'u thënë. Arbeni pohoi me kokë pothuajse pa u vënë re dhe u kthye të shihte nga dritarja, duke vëzhguar dritat e qytetit që kalonin si yje të largët. Pjesa tjetër e udhëtimit kaloi në të njëjtën heshtje respektive. Luljeta përqendrohej në drejtimin e makinës, por nuk mund ta injoronte plotësisht praninë e Arbenit në ndenjësen e pasme. Kishte diçka në atë moment që dilte jashtë normale së rutinës së saj ditore, jo vetëm fakti që po i jepte makinë drejtorit ekzekutiv, por cilësia e asaj heshtjeje të ndarë. Kur më në fund mbërritën në adresën e treguar, një ndërtesë elegante me hyrje xhami dhe vende parkimi private, Arbeni qëndroi për disa sekonda në ndenjësen e pasme përpara se të hapte derën. Faleminderit, tha ai, duke dalë nga makina me të njëjtën elegancë diskrete me të cilën kishte hyrë. Natën e mirë, Luljeta. Fakti që ai e dinte emrin e saj e habiti, ndonë se nuk duhej. Arben Krasniqi kishte famën se njihte të gjithë punonjësit e kompanisë, të paktën me emër. Megjithatë, kishte diçka në mënyrën se si ai e shqiptoi emrin e saj që e bëri atë ta shikonte edhe një herë. Natën e mirë, zotëri, u përgjigj ajo. Arbeni mbylli derën butësisht dhe eci drejt ndërtesës pa parë pas. Luljeta priti derisa e pa atë të zhdukej në hol përpara se të ndiste makinën dhe të fillonte rrugën e kthimit për në shtëpi. Gjatë rrugës për në apartamentin e saj modest në Laprak, në veri të kryeqytetit, ajo nuk mundi të ndalonte së menduari për ato 11 minuta heshtje të ndarë. Kishte diçka në to që dukej domethënëse, ndonë se ajo nuk mund të përcaktonte saktësisht se çfarë. Mbërriti në shtëpi pak pas orës 11 të natës. Blerina tashmë flinte thellë në dhomën që ndanin, e përqafuar me arushin e pellushit që kishte marrë për krishtlindjet e fundit. Luljeta bëri një dush të shpejtë dhe ushtri, por gjumi vonoi të vinte. Në errësirën e dhomës, me vetëm tingullin e frymëmarrjes së butë të Blerinës që thyente heshtjen, Luljeta pyeti veten nëse Arbeni do ta kujtonte atë natë të nesërmen, apo nëse ajo do të ishte thjesht një tjetër punonjëse e gjindshme që e kishte ndihmuar në një emergjencë. Nuk e imagjinonte se ai udhëtim prej 11 minutash do të ishte vetëm kapitulli i parë i një historie që do t'i ndryshonte të dy përgjithmonë. Të hënën pasardhëse, Luljeta u zgjua në orën 5:30 të mëngjesit, si gjithmonë. Rutina ishte bërë një ritual i shenjtë, kafe e zezë, 2 tosta me reçel për Blerinën, kontrolli nëse vajza kishte bërë detyrat e shtëpisë dhe bërja gati për shkollë përpara se të nisej për në punë. Blerina, në moshën 8 vjeçare, kishte trashëguar sytë e gjelbër të SM-s dhe një kuriozitet që ndonjëherë e shqetësonte Luljetën. Atë mëngjes, ndërsa po hante mëngjesin, vajza e shikoi nënën me atë shprehje hetuese që zakonisht u paraprinte pyetjeve të vështira. Mami, erdhe vonë të premten, vuri re Blerina, duke trazuar drithërat me lugë. Pakës, pranoi Luljeta, duke rregulluar uniformën blu të kompanisë. Më duhej t'i jepja makinë dikujt nga puna. Dikujt të rëndësishëm? Pyetja e pafajshme e bëri Luljetën të nguronte. Si t'ia shpjegonte një fëmijë 8 vjeçar kompleksitetin e hierarkive korporative?
Dikujt që kishte nevojë për ndihmë, u përgjigj ajo diplomatikisht. Blerina pohoi me kokë, e kënaqur me përgjigjen, dhe ktheu vëmendjen te drithërat shumë ngjyrëshe që notonin në qumësht. Lulieta mbërriti në korporatën Iliria në orën 6:45 të mëngjesit, 15 minuta përpara orarit të zakonshëm. Ndërtesa ishte ende praktikisht e zbrazët, me vetëm rojet e agimit dhe ekipin e pastrimit që përfundonin turnet e tyre. Ajo I pëlqente ato momente qetësie, kur mund të përshkonte katet pa u ndërprer nga kërkesa urgjente apo mbledhje emergjente. U ngjit me ashensorin e shërbimit deri në katin e 32, ku mbante zyrën e saj të vogël pranë dollapit të materialeve. Ishte një hapësirë e ngushtë, me një tavolinë metalike, një kompjuter të vjetër dhe një dollap ku mbante uniforma shtesë dhe pajisje personale. Dritarja e vetme ofronte një pamje anësore të ndërtesave të tjera tregtare të kryeqytetit dhe përmes pasqyrimeve në xhama, ajo ndonjëherë arrinte të kapte fragmente të qiellit. Filloi rutinën e inspektimit nga sistemet e ventilimit të katit. Ishte një punë që kërkonte përqendrim dhe njohuri teknike, por gjithashtu I jepte një ndjesi qëllimi. Çdo pajisje që funksiononte në mënyrë perfekte do të thoshte se qindra punonjës do të kishin një ditë pune komode dhe produktive. Në orën 8:20 të mëngjesit, ndërsa po kontrollonte një panel kontrolli të kondicionerit në katin ekzekutiv, Lulieta dëgjoi zëra që afroheshin në korridor. Njohu menjëherë zërin e Arbenit I rënd dhe I shtruar, duke biseduar me Dik për projeksionet tremujore. Pjesëmarrësi tjetër në bisedë ishte Dritan Berisha, asistenti I ri ekzekutiv që ishte punësuar 6 muaj më parë. Lulieta qëndroi e përqendruar në punën e saj, duke u shtirur sikur nuk po I vinte re 2 burrat kur kaluan në korridor. Por në momentin kur Arbeni kaloi në fushëpamjen e saj, shikimet e tyre u ndeshën për një fraksion sekonde. Nuk pati buzëqeshje as përshëndetje. Vetëm një ngurim pothuajse I padukshëm në hapin e tij, sikur për një moment ai të kishte harruar se çfarë po I thoshte Dritanin. Momenti zgjati më pak se 3 sekonda, por ishte I mjaftueshëm që Lulieta të ndjente diçka të huaj në gjoks. Një ndjesi që nuk mund ta përcaktonte, nuk ishte shqetësim, as nervozizëm. Ishte sikur, në ato çaste të shkurtra, ajo të ishte parë vërtet. Jo si koordinatore mirëmbajtjeje apo punonjëse e gjindshme, por si Lulieta. Dritani vazhdoi të fliste për raporte dhe afate, dukshëm pa e vënë re pauzën e shkurtër në vëmendjen e shefit të tij. Arbeni rinisi bisedën pa humbur ritmin, por Lulieta vuri re një ndryshim delikat në tonin e tij të zërit, sikur ai duhej të përpiqej pak më shumë për të mbajtur përqendrimin. Ajo përfundoi kontrollin e panelit dhe u drejtua për në katin tjetër, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur. Ajo ndeshje shikimesh kishte qenë më shqetësuese se çdo fjalë që mund të kishin shkëmbyer. Ditët pasardhëse kaluan në rutinën e zakonshme. Lulieta mbërrinte herët, përmbushte agjendën e mirëmbajtjes parandaluese dhe largohej në orar për të marrë Blerinën nga shkolla. Por diçka kishte ndryshuar. Ajo e gjente veten duke I kushtuar më shumë vëmendje tingujve të katit ekzekutiv, duke u përpjekur pavetdije të identifikonte zërin e Arbenit mes të tjerëve që jehonin korridoreve. Të njëjtën, ndërsa po zëvendësonte një panel LED të dëmtuar në korridorin kryesor të katit të 30 e parë, Lulieta përfundoi duke dëgjuar një bisedë që nuk duhej ta kishte dëgjuar. Ishte e gjunjëzuar pas një kolone, me veglat e shpërndara rrotull, kur Arbeni dhe Dritani u afruan, duke diskutuar me sa dukej për një ngritje në detyrë të brendshme. Lulieta do të ishte perfekte për të koordinuar ekipin e ri të mirëmbajtjes parandaluese, tha Dritani me entuziazëm. Ajo I njeh të gjitha sistemet e ndërtesës më mirë se kushdo. Dhe raportet e saj janë gjithmonë të patëmeta. Lulieta ndjeu zemrën t'i rritë fort. Një ngritje në detyrë do të thoshte jo vetëm rrogë më të mirë, por edhe njohje profesionale dhe më shumë stabilitet për të dhe Blerinën. Përgjigjja e Arbenit erdhi pas një pauze paksa të gjallë. Jo, tha ai, me një prerje që binte në kontrast me tonin e tij të zakonshëm. Nëse e bëj këtë, nuk do të jetë e pastër. Dritani u duki konfuz. Zotëri, vendimi nuk do të shihej si I paanshëm, vazhdoi Arbeni, dhe Lulieta mund të dëgjonte diçka të huaj në zërin e tij. Mund të ketë interpretime të gabuara. Por ajo është qartësisht më e kualifikuara. Përgjigjja është jo, Dritan. Të lutem, mos e prek më këtë temë. Hapat u larguan, duke e lënë Lulietën vetëm pas kolonës, me panelin LED të harruar në duart e saj. Ai po fliste për të.
Dhe për ndonjë arsye që ajo po fillonte ta kuptonte, Arbeni e kishte refuzuar ngritjen e saj në detyrë jo për mungesë kompetence, por për diçka shumë më komplekse. Ajo e përfundoi punën në mënyrë automatike, me mendjen që përpunonte implikimet e asaj bisede. Arbeni po i mbronte të dy nga interpretimet dashakeqe mbi motivimet e tyre. Edhe nëse kjo do të thoshte të dëmtonte karrierën e saj. Të premten, gjatë orarit të drekës, Lulieta ishte në hallin kryesor duke pritur ashensorin kur dyert u hapën, duke zbuluar Arbenin vetëm në kabinë. Për një moment, të dy nguruan. Pastaj ai mbajti derën dhe pyeti, me një mirësjellje që dukeje sinqert. Do të zbresësh poshtë? Po, u përgjigj ajo, duke hyrë në ashensor. Udhëtimi deri në katin përdes kaloi në heshtje, por ishte ndryshe nga heshtja e asaj nate në makinë. Ishte më e lehtë, e ngarkuar me një mirëkuptim të ndërsjellë që asnjëri prej tyre nuk arrinte ta thoshte me fjalë. Kur mbërritën në katin përdes dhe dyert u hapën, Arbeni bëri një gjest që ajo të dilte e para. Faleminderit, tha ai butësisht, për makinën të premten e kaluar. Nuk ishte asgjë, u përgjigj Lulieta, por fjalët e saj dolën më të buta se sa ajo kishte planifikuar. Unë e mbaj mend, tha Arbeni, dhe kishte diçka në sytë e tij që sugjeronte se ai mbante mend shumë më tepër se sa thjesht udhëtimin. Ata u ndanë në hall, secili duke ndjekur drejtime të ndryshme, por Lulieta e mbajti atë takim të shkurtër me vete për pjesën tjetër të ditës. Kishte një cilësi intimitetit në atë bisedë në dukje banale që e linte atë të konfuzuar dhe, në të njëjtën kohë, çuditërisht komode. Atë natë, ndërsa po përgatiste darkën, Blerina vëzhgoi nënën me atë shprehje analitike që ndonjëherë e tremte Lulietën. Je ndryshe, deklaroi vajza, duke prerë karotat me një përqendrim të tepruar. Si do me thënë ndryshe? Nuk e di. Je më e menduar. Dhe po buzëqesh më shumë. Lulieta qeshi, e surprizuar nga vëzhgimi. Unë buzëqesh gjithmonë. Jo në këtë mënyrë, insistoi Blerina. Është sikur ke një sekret të mirë. Mbretësia e vajzës ishte shqetësuese. Lulieta pyeti veten se çfarë shenjash të tjera mund të ishte duke transmetuar pa e vënë re. Nuk kam sekrete, gënjeu ajo, duke kthyer vëmendjen te perimet në sobë. Por ndërsa trazonte tenxhere, Lulieta nuk mundi të shmangte mendimin se mbase Blerina kishte të drejtë. Mbase ajo vërtet kishte një sekret. Jo një sekret për diçka që kishte ndodhur, por për diçka që mund të ndodhte. Një mundësi që ajo mezi guxonte ta pranonte, por që po bëhej gjithnjë më e vështirë për t'u injoruar. Të hënën pasardhëse, gjatë mbledhjes tremujore të kompanisë, Lulieta u thirr për të kontrolluar projektorin e sallës kryesore të konferencave. Ishte një sallë madhështore, me një tavolinë ovale që nxinte 20 persona dhe dritare panoramike që ofronin një pamje spektakolare të Tiranës. Kur ajo hyri, mbledhja tashmë kishte filluar. Arbeni kryesonte tavolinën, i rrethuar nga drejtorët e çdo departamenti. Ajo punoi në heshtjet e projektori, duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen mbi vete. Ishte atëherë kur Arbeni, pa parë në drejtim të saj, tha me një ton më të ashpër se zakonisht. Lulieta, kur të mbarosh aty, a mund të kontrollosh edhe sistemin e kondicionimit? Duket se po bën shumë nxehtë këtu. Toni profesional dhe i largët binte në kontrast drastik me mirësjelljen që ai kishte treguar në ashensor. Lulieta pohoi profesionalisht dhe përfundoi punën e saj, duke dalë nga salla pa vendosur kontakt vizual me askën. Orë më vonë, kur tashmë po organizonte pajisjet e saj për të mbyllur turnin, një njoftim u shfaq në kompjuterin e saj. Një email i brendshëm, pa dërgues të identifikuar, që mbante vetëm një rreshtë. Më fal për sot. Nuk ishte për ty. Nuk kishte nënshkrim as shpjegim shtesë. Por Lulieta e kuptoi përsosmërisht. Arbeni ishte ndjer i detyruar të ruante dukjen përpara drejtorëve të tjerë dhe tani kërkonte ndjesë për ashpërsinë e panevojshme. Ajo e shikoi ekranin për një moment të gjatë, me kursorin që pulsonte në fushën e përgjigjes. Së fundi, shkroi vetëm. E di. Dërgoi përgjigjen dhe fiku kompjuterin, duke e ditur se diçka kishte ndryshuar përfundimisht mes tyre. Jo vetëm një njohje e ndërsjellë, por një mirëkuptim që të i kalonte kufizimet e vendosura nga rolet e tyre në kompani. Vjeshta në Tiranë solli me vete një ndryshim delikat në ritmin e korporatës Iliria. Gjethet e rrapave që rrethonin ndërtesën filluan të zverdheshin, duke krijuar një kontrast të artë kundrejt hirit të betonit dhe xhamit.
Luljeta e vëzhgonte këtë transformim përmes dritares së vogël të zyrës së saj, duke vënë re se si stinët arrinin të shënonin praninë e tyre edhe në zemrën urbane. Kishin kaluar 3 javë nga shkëmbimi i emaileve dhe rutina kishte rifilluar dukshëm normalitetin e saj. Luljeta përmbushte oraret me precizionin e gjithmonshëm, Blerina vazhdonte të sillte në shtëpi vizatime shumë ngjyrëshe nga shkolla dhe jeta ndiqte rrjedhën e saj të parashikueshme. Por kishte ndryshime delikate. Luljeta e gjente veten duke i kushtuar vëmendje detajeve që më parë kalonin pa u vënë re, tonit të zërit të rojeve kur përmendnin drejtorin ekzekutiv, shprehjeve të punonjësve kur Arbeni kalonte korridoreve, mënyrës se si ai përshëndeste çdo person me të njëjtën mirësjellje të matur. Ishte një të martë me shi të tetorit kur ndodhi e papritura. Rreth orës 3 të pasdites, një defekt në sistemin elektrik të katit të 15 bllokoi 2 persona në ashensorin kryesor. Protokolli i emergjencës u aktivizua menjëherë dhe Luljeta zbriti me ekipin e saj të veglave për të vlerësuar situatën. Kur mbërriti në kat, gjeti besnikun duke koordinuar procedurat e sigurisë. Ashensori kishte ndaluar mes katit të 15 dhe të 16 me pasagjerët e bllokuar prej rreth 15 minutash. Mund të komunikosh me ta? Pyeti Luljeta, duke ekzaminuar panelin e kontrollit. Po, interfoni po funksionon, u përgjigj besniku. Është zoti Arben dhe drejtoresha e marketingut. Ata po ktheheshin nga një mbledhje e jashtme kur ndodhi kjo. Luljeta ndjeu diçka të huaj në stomak. Arbeni ishte bllokuar aty, pak metra larg, dhe ajo ishte përgjegjëse për ta nxjerrë nga ajo situatë. U përqendrua te puna, duke kontrolluar qarqet dhe duke identifikuar problemin, një lidhje e shkurtër në sistemin e ushqimit që do të kërkonte të paktën 30 minuta për t'u riparuar. Sa kohë mendoni se do të zgjas? Zëri i Arbenit erdhi përmes interfonit, i qetë por me një notë tensioni nën. Besniku shikoi Luljetën, e cila ishte e gjunjëzuar pranë panelit elektrik. Gjysmë ore, maksimumi, u përgjigj ajo në mikrofon. A jeni mirë aty lart? Jemi mirë, erdhi përgjigjja. Faleminderit. Luljeta punoi në heshtje për 20 minuta, besniku në krah të saj për të garantuar që protokollet e sigurisë të ndiqeshin. Ishte momenti kur dëgjoi zërin e drejtoreshës së marketingut përmes interfonit. Më fal, besnik, a mund të njoftosh asistentin tim se do të vonohem për mbledhjen e orës 4? Celulari im nuk ka sinjal këtu brenda. Sigurisht, zonjë, u përgjigj besniku, duke u larguar për të bërë telefonatën. Ishte atëherë kur Arbeni foli përsëri, por këtë herë zëri i tij dukej ndryshe. Më i ulët, sikur ai të ishte afruar te interfoni. Luljeta? Zëri i tij erdhi i qartë përmes sistemit të komunikimit. Po, zotëri. Pati një pauzë të gjatë përpara se ai të vazhdonte. Atë natë, në makinë, unë u tregova i hapur siç nuk kisha bërë kurrë më parë. Ti mund ta kishe përdorur këtë kundër meje në ndonjë mënyrë, por nuk e bëre. Luljeta ndërpreu punën me veglat e harruara në duart e saj. Kjo nuk ishte një bisedë që duhej të ndodhte përmes interfonit, por kishte diçka në zërin e Arbenit që e pengonte atë ta ndërpriste. Unë nuk i besoj vetes për të mbajtur çdo gjë profesionale kur jam pranë teje, vazhdoi ai. Dhe kjo më trem. Zemra e Luljetës rrite fort. Shikoi rrotull për t'u siguruar që ishte vetëm përpara se të përgjigjej. Unë e kuptoj, tha ajo me zë të ulët në mikrofon. E kupton? Që ndonjëherë lidhemi me dikë në një mënyrë që nuk e prisnim. Dhe që kjo mund të komplikojë çdo gjë. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me kuptim. Për herë të parë, të dy kishin pranuar, ndonse indirekt, se ekzistonte diçka mes tyre. Luljeta, tha Arbeni së fundi, dhe zëri i tij mbante një lëndueshmëri që ajo nuk do të priste kur ta dëgjonte nga drejtori ekzekutiv i kompanisë. Për herë të parë pas shumë vitesh, unë ndihem thjesht një burr. Jo një titull, jo një simbol. Thjesht dikush që njoh një person të jashtëzakonshëm në një natë të papritur. Përpara se Luljeta të mund të përgjigjej, dëgjoi besnikun duke u kthyer në korridor. Shpejt, ktheu vëmendjen te paneli elektrik, duke u shtirur sikur ishte plotësisht e përpir nga puna. Si po shkon aty? Pyeti besniku. Gati po përfundoj, u përgjigj ajo, duke kryer rregullimet e fundit. Do ta ndez sistemin tani. 5 minuta më vonë, ashensori zbriti butësisht deri në katin e 15 dhe dyert u hapën duke zbuluar Arbenin dhe drejtoreshën e marketingut.
Gruaja doli shpejt duke murmuritur diçka për mbledhje të vonuara dhe telefonata urgjente. Arbeni qëndroi për një moment te dera e ashensorit duke parë direkt te Lulieta. Ajo po fuste veglat në kutinë metalike, por mund të ndjente peshën e shikimit të tij. Faleminderit, tha ai thjesht. Thjesht po bëj punën time, u përgjigj ajo, por fjalët e saj dolën më të buta se sa synonte. Arbeni pohoi me kokë dhe u largua drejt ashensorit të shërbimit që do ta çonte përsëri në katin ekzekutiv. Por përpara se të hynte, u kthye edhe një herë. Lulieta? Po. Ajo bisedë mbetet mes nesh. Nuk ishte një urdhër as një kërcënim. Ishte një kërkesë, gati një lutje. Gjithmonë, u përgjigj ajo. Atë natë, pasi Blerina e zuri gjumi, Lulieta qëndroi në balkonin e vogël të apartamentit të saj, duke vëzhguar dritat e Tiranës që dridheshin në distancë. Biseda në ashensor kishte ndryshuar diçka thelbësore. Ata kishin kaluar një vit të padukshme, duke pranuar se ekzistonte një lidhje që të i kalonte funksionet e tyre profesionale. Por bashkë me këtë zbulim erdhi vetdia për kompleksitetin e situatës. Arbeni nuk ishte thjesht një burr që e tërhiqte atë, ai ishte drejtori ekzekutiv i kompanisë ku ajo punonte, një burr vendimet e të cilit preknin karrierën e saj dhe stabilitetin e saj financiar. Çdo marrëdhënie mes tyre do të ishte në mënyrë të pashmangshme e komplikuar nga çështjet e pushtetetit dhe hierarkisë. Megjithatë, ajo nuk mund ta mohonte atë që kishte ndjer kur dëgjoi lëndueshmërinë në zërin e tij. Pas ekzekutivit të lëmuar dhe të përmbajtur, kishte një burr që dukej po aq i vetmuar sa që ndjej ajo ndonjëherë. Të njëjtën pasardhëse, Lulieta mbërriti në punë për të zbuluar se një kontraktë e rëndësishme kishte dështuar. Thashë themet rridhnin korridoreve, një klient i vjetër kishte vendosur të mos rinovonte një marrëveshje që përfaqësonte 15% të ardhurave vjetore të kompanisë. Ishte lloji i dështimit që mund të kishte pasoja serioze për të gjithë punonjësit. Rreth mesditës, ajo u thirr për të kontrolluar sistemin e projeksionit të sallës kryesore të mbledhjeve. Kur mbërriti, gjeti sallën e zbrazët, përveç Arbenit, i cili ishte ulur në krye të tavolinës ovale, duke parë nga dritaret e mëdha me një shprehje lodhjeje të thellë. Ai nuk u duk se e vuri re kur ajo hyri. Ishte i përkulur mbi disa dokumente, por sytë e tij ishin të humbur në peizazhin urban jashtë. Lulieta e kishte parë atë shprehje një herë më parë, në një fotogazete kur kompania ishte përballur me një krizë financiare vite më parë. Ishte fytyra e dikujt që mbante peshën e shumë përgjegjësive. Më falni, tha ajo butësisht. Arbeni ngriti syt dhe për një moment u duki disorientuar, sikur të kishte harruar se ku ishte. Ah, projektori, tha ai, duke u përpjekur të rifitonte qetësinë profesionale. Sigurisht. Lulieta filloi të punonte te pajisja, por nuk mund ta injoronte tensionin që buronte prej tij. Kishte diçka që po thyej te ai burr që gjithmonë kishte dukur i palëkundur. Sistemi po funksionon në mënyrë perfekte, tha ajo pas disa minutash kontrolli. Nuk kishte asnjë problem. Arbeni pohoi me kokë i shpërndar. Faleminderit. Lulieta duhej të kishte dalë në atë moment. Ishte protokolli, ishte gjëja profesionale për t'u bërë. Por diçka në qëndrimin e tij e bëri atë të nguronte. Zotëri? Po. Nëse keni nevojë për diçka për çfarëdo gjëje, unë do të jem këtu rrotull. Nuk ishte një ofertë për ndihmë teknike. Të dy e dinin këtë. Ishte lloji i mbështetjes që një person i ofron një tjetri në momente të vështira, pa pritshmëri, pa qëllime të dyta. Arbeni e shikoi për një moment të gjatë dhe Lulieta pa diçka të zbutet në shprehjen e tij. Faleminderit, tha ai, dhe këtë herë kishte një sinqeritet të vërtetë në zërin e tij. Kjo do të thotë më shumë se sa mund ta imagjinosh. Lulieta doli nga salla në heshtje, por diçka kishte ndryshuar përsëri mes tyre. Ajo kishte ofruar mbështetje dhe ai e kishte pranuar, jo si drejtor ekzekutiv për punonjësen, por si dy njerëz që njihnin një lidhje speciale mes komplikimeve të botës korporative. Atë pasdite, ndërsa po përfundonte aktivitetet e saj, Lulieta reflektoi mbi atë se si jeta e saj ishte bërë më komplekse në javët e fundit. Kishte filluar me një makinë të thjeshtë në një natë me shi dhe tani po evoluonte në diçka që ajo ende nuk arrinte ta emërtonte plotësisht. Blerina e vuri re ndryshimin kur mbërriti në shtëpi. Vajza po bëhej gjithnjë më vëzhguese dhe Lulieta pyeti veten nëse kjo ishte një karakteristikë natyrale e moshës apo nëse kishte diçka në sjelljen e saj që po transmetonte sinjale që një fëmijë arrinte t'i kapte.
Mami, tha Blerina ndërsa po bënin detyrat e shtëpisë bashkë në tavolinën e kuzhinës, a ke një mik të ri në punë? Pyetja e zuri Luljetën të papërgatitur. Pse po e pyet këtë? Je ndryshe kur flet për punën tani. Sikur ka diçka speciale që po ndodh atje. Mbretësia e vajzës ishte në të njëjtën kohë e admirueshme dhe shqetësuese. Luljeta pyeti veten se cilat aspekte të tjera të jetës së saj Blerina po i vëzhgonte me aq vëmendje. Puna është bërë më interesante kohët e fundit, u përgjigj ajo, duke u përpjekur ta mbante përgjigjen të paqartë. Interesante si? Projekte të reja, njerëz të ndryshëm. Blerina u duk se e pranoi shpjegimin, por Luljeta vuri re se vajza vazhdonte ta vëzhgonte me atë shprehje analitike që ndonjëherë e bënte të ndiej sikur po studioi nga një detektive e vogël. Pranvera erdhi në Tiranë duke sjell me vete një ajër përtëritjeje që dukej se infektonte të gjithë korporatën Iliria. Kopshtet rreth ndërtesës lulëzuan në tone vibrante rozë dhe të verdhë, dhe një energji ndryshe qarkullonte korridoreve. Luljeta vuri re se edhe rutina e saj ditore dukej më e lehtë, ndonë se nuk mund të përcaktonte nëse kjo i detyrohej ndryshimit të stinës apo transformimeve delikate që po ndodhnin në jetën e saj. Dritan Berisha ishte bërë më i vëmendshëm kohët e fundit. Si asistent ekzekutiv, ai kishte akses të privilegjuar në agjendën e Arbenit dhe vëzhgonte çdo gjë me sy analitik. Ishte një iri ambicios 28 vjeçar, sapo i diplomuar në administrim biznesi në një nga universitetet më të mira të Tiranës dhe ushqente aspirata të mëdha për rritje në kompani. Në një mëngjes maji, Dritani vuri re diçka që i tërhoqi vëmendjen. Arbeni kishte kërkuar specifikisht që Luljeta të thirrej për të kontrolluar sistemin e zërit të zyrës së tij, një pajisje që funksiononte në mënyrë perfekte vetëm 3 ditë më parë. Kur ajo mbërriti, Dritani vëzhgoi përmes derës së gjysmëhapur se si biseda mes tyre ishte zgjatur shumë më tepër se sa do të ishte e nevojshme për një kontroll të thjeshtë teknik. Nuk kishte asgjë eksplicite në sjelljen e tyre, por Dritani filloi të vinte re modele. Arbeni dukej se e dinte gjithmonë kur Luljeta po punonte në katin e tij. Ajo thirrej për kontrolle që, shpeshherë, rezultonin të panevojshme. Dhe kishte një cilësi ndryshe në mënyrën se si ata i drejtoheshin njëri tjetrit, një mirësjellje që dukej se mbante shtresa kuptimi. Dritani ishte një vëzhgues i lindur, një karakteristikë që e kishte ndihmuar të fitonte pozicionin e tij në kompani. Filloi të mbante një regjistër mendor të interaksioneve që dëshmonte, jo për ligësi, por sepse natyra e tij analitike e shtynte të kuptonte dinamikat rreth tij. Ndërkohë, Luljeta dhe Arbeni zhvillonin një gjuhë të tyre të komunikimit të heshtur. Një shikim në korridor mund të thoshte se ai kishte pasur një ditë të vështirë në mbledhje. Një ngurim i vogël përpara se ajo t'i përgjigjej një pyetje teknike tregonte se ajo kishte vënë re tensionin në zërin e tij. Ishte një vallëzim delikat, pothuajse i padukshëm për vëzhguesit e rastësishëm, por Dritani po fillonte ta deshifronte. Një të mërkur pasdite, Blerina bëri një pyetje që e zuri Luljetën plotësisht të papërgatitur. Po përgatitnin darkën kur vajza, duke trazuar sallatën me lëvizje të menduara, shikoi nënën dhe tha: "Mami, a është ai shoku yt apo dikush që nuk mund t'i tregosh askujt?" Luljetës gati sa nuk i raten gjëja që mbante. "Kush, zemër?" "Personi special i punës," tha Blerina me natyrshmërinë e dikujt që bën një pyetje për kohën. "Ti nuk flet për të, por unë e di që ekziston." Zemra e Luljetës rahu fort. Nëse një fëmijë 8 vjeçar arrinte të dallonte ndryshime në sjelljen e saj, çfarë sinjalesh të tjera po transmetonte ajo pa e vënë re? "Pse mendon se ekziston dikush special?" pyeti Luljeta, duke u ulur pranë vajzës për ta pasur këtë bisedë në të njëjtin nivel. "Sepse buzëqesh ndryshe kur mendon se unë nuk po të shikoj," u përgjigj Blerina me një thjeshtësi dërmuese. "Dhe sepse ndonjëherë rri duke parë në boshllëk me atë fytyrën e dikujt që po kujton diçka të mirë." Mbretësia e vajzës ishte në të njëjtën kohë prekse dhe alarmante. Luljeta kuptoi se kishte nënvlerësuar aftësinë vëzhguese të Blerinës. "Dhe sikur të ishte dikush që nuk mund t'i tregoja askujt?" pyeti Luljeta, duke vendosur ta trajtonte çështjen indirekt. Blerina u mendua për një moment duke përtypur karotën me shprehje serioze. "Mendoj se do të ishte trishtim," tha ajo së fundi. "Sepse kur na pëlqen dikush, duhet të mund të flasim për këtë. Përndryshe është si të kesh një dhuratë të bukur që nuk mund t'ia tregosh askujt." Krahasimi e preku Luljetën thellësisht.
Blerina kishte kapur me fjalë të thjeshta esencën e dilemës së saj, si të sillej me ndjenjat që po rriteshin por që nuk mund të shpreheshin hapur. Atë natë, pasi Blerina e zuri gjumi, Lulieta qëndroi zgjuar duke menduar për bisedën. Vajza e saj kishte prekur thelbin e çështjes pa e vënë re fare. Ajo që po ndodhte mes saj dhe Arbenit po bëhej gjithnjë më e vështirë për t'u fshehur dhe implikimet e kësaj ishin shqetësuese. Në javën pasardhëse, Dritani më në fund vendosi të vepronte. Jo për ligësi, por për atë që e interpretoi si zell profesional. Gjatë një mbledhjeje të vlerësimit të brendshëm, përmendi Kalimti drejtorit juridik të kompanisë vëzhgimet e tij mbi parregullsi të mundshme në sjelljen profesionale të disa punonjësve. Nuk përmendi emra specifik, por insinuatat e tij ishin mjaftueshëm të qarta që departamenti juridik të mbante shënim. Në kompani të madhësisë së Ilirisë, çdo sugjerim për marrëdhënie të papërshtatshme mes punonjësve të niveleve të ndryshme hierarkike merrej shumë seriozisht. Shenja e parë se diçka kishte ndryshuar erdhi një të premte mëngjes. Lulieta mori një njoftim të brendshëm mbi rishikimin e politikave të sjelljes profesionale dhe u informua se do të kishte një mbledhje të përgjithshme të hënën për të diskutuar standardet etike dhe marrëdhëniet në mjedisin e punës. Shenja e dytë ishte më delikate, por po aq domethënëse. Arbeni anuloi të gjitha kërkesat për mirëmbajtje që përfshinin specifikisht Lulietën, duke i rishpërndar ato mes anëtarëve të tjerë të ekipit. Kur ajo u përpoq të kuptonte motivin, mbikëqyrësi i saj tha vetëm se kishte qenë një vendim administrativ që vinte nga lart. Arbeni, nga ana e tij, ishte paralajmëruar në mënyrë diskrete nga departamenti juridik mbi thashethemet që qarkullonin në kompani. Ndonë se asnjë akuzë formale nuk ishte bërë, ai kuptoi menjëherë se sjellja e tij po vijej në pikë pyetje. Reagimi i tij ishte i menjëhershëm dhe drastik. Filloi të shmangte çdo kontakt të panevojshëm me Lulietën, ndryshoi rrugët e tij të zakonshme në përndërtesë dhe udhëzoi Dritanin të rishpërndante të gjitha detyrat që përfshinin mirëmbajtjen në katin e tij. Lulieta e vuri re ndryshimin menjëherë. Nga një ditë në tjetrën, Arbeni ishte bërë një figurë e largët, pothuajse e padukshme në rutinën e saj ditore. Nuk pati shpjegime as biseda, vetëm një mungesë e papritur që ishte më elokuente se çdo fjalë. Situata arriti pikën e saj kritike të martën pasardhëse. E frustruar nga mungesa e shpjegimeve dhe e shqetësuar për implikimet në karrierën e saj, Lulieta mori një vendim që e dinte se ishte i rrezikshëm. Kërkoi transferim në një departament tjetër. Kërkesa mbërriti në tavolinën e Arbenit po atë ditë, e shoqëruar nga një arsyetim teknik mbi kërkimin e sfidave të reja profesionale. Ai e shikoi dokumentin për një kohë të gjatë, duke njohur në fjalët formale një pasqyrim të përpjekjes së tij për t'i mbrojtur të dy. Atë pasdite, për herë të parë në 2 javë, Arbeni theu protokollin e tij. Ndeshi Lulietën në parkim në fund të turnit, në dukje rastësisht, ndonse të dy e dinin se nuk kishte asgjë rastësore në atë takim. Vërtet e dëshiron transferimin, pyeti ai pa parathënie. Nuk e di, u përgjigj Lulieta me sinqeritet. Por mbase është më mirë për të gjithë. Mos ik për shkakun tim, tha Arbeni me një intensitet që e surprizoi atë. Ik nëse dëshiron diçka ndryshe, nëse dëshiron të rritesh profesionalisht. Por mos më mbro mua duke sakrifikuar mundësitë e tua këtu. Dhe ti mos më mbro më as mua, ja ktheu Lulieta, duke gjetur guxim në zërin e saj. Nuk mund ta bëj punën time nëse ti shmang çdo kontakt me mua. Ata u shikuan për një moment, pesha e situatës varei mes tyre si një re e ngarkuar. Njerëzit po flasin, tha Arbeni së fundi. E çfarë pastaj? Përgjigjja e Lulietës doli me më shumë prerje se sa priste. Ata do të flasin gjithsesi. Të paktën le të flasin për diçka të vërtetë. Arbeni u duk sinqerisht i surprizuar nga deklarata. Të vërtetë? Që ka diçka speciale që po ndodh mes nesh, tha Lulieta, duke kaluar më në fund vijën që të dy kishin shmangur. Diçka që nuk arrijmë ta kontrollojmë as të shtiremi sikur nuk ekziston. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me të gjitha fjalët e pathëna, me të gjitha shikimet e shkëmbyera, me të gjithë tensionin që vinte duke u grumbulluar që nga ajo nata e parë në makinë. Lulieta, filloi Arbeni, por ajo e ndërpreu. E di që është e komplikuar. E di që mund të sjell probleme për të dy. Por të shtiremi sikur nuk ekziston po bëhet më e vështirë se sa të përballemi me pasojat. Arbeni shikoi rrotull parkimit duke kontrolluar nëse ishin vetëm, përpara se të bënte një hap më pranë.
A e ke idenë se çfarë po thua? Pyeti ai, zëri i tij i ulët por intensiv. Se çfarë mund të thotë kjo për karrierën tënde, për stabilitetin tënd, për Blerinën? E kam, u përgjigj Luljeta. Dhe është pikërisht për këtë që duhet të jem e sinqert. Sepse nëse do të rrezikoj diçka, le të jetë për diçka reale. Arbeni e studioi për një moment të gjatë, sikur po e shihte për herë të parë. Atëherë tërhiqe kërkesën për transferim, tha ai së fundi. Pse? Sepse nëse do të zbulojmë se çfarë është kjo, do ta zbulojmë bashkë. Pa ikur, pa u fshehur. Luljeta ndjeu diçka të lëvizte në gjoksin e saj, një përzierje lehtësimi dhe frike. Dhe thashë themet? Departamenti juridik? Do të merremi edhe me këtë, tha Arbeni me një vendosmëri që ajo e njohu si të njëjtën që ai tregonte në mbledhje të vështira. Por nuk do të lejojmë që frika të vendosë për ne. Atë natë, Luljeta tërhoqi kërkesën për transferim. Nuk kishte premtime për të ardhmen, as garanci se si gjërat do të zhvilloheshin. Por kishte diçka më të vlefshme, vendimin e vetëdijshëm për t'u përballur bashkë me çdo pasojë që do të vinte përpara. Blerina e vuri re ndryshimin menjëherë. Gjatë mëngjesit pasardhës, shikoi nënën me atë shprehje analitike familjare. Vendose, tha vajza thjesht. Vendosa çfarë? Për personin special. Vendose që ja vlen rreziku. Ndonjëherë Luljeta pyeste veten nëse vajza e saj 8 vjeçare nuk ishte, në të vërtetë, një psikologe e maskuar si fëmijë. Javët që pasuan bisedën në parkim sollën një ndryshim delikat por të vërejtshëm në dinamikën mes Luljetës dhe Arbenit. Ata kishin vendosur të mos iknin nga situata, por kjo nuk do të thoshte se do të lundronin në të pa kujdes. Përkundrazi, tani që kishin pranuar hapur lidhjen mes tyre, të dy lëviznin me precizionin e dikujt që ecën në terren të minuar. Arbeni implementoi një strategji që ai e quante mentalisht transparencë e kontrolluar. Në vend që ta shmangte Luljetën plotësisht, ai filloi ta përfshinte atë në mbledhje teknike sa herë që punonjës të tjerë ishin prezentë. Gjatë këtyre takimeve, mbante një ton rreptësisht profesional, por lejonte që interaksionet e tyre të vëzhgoheshin nga kolegët, duke krijuar një narrativ alternative për çdo që donte të spekulonte mbi sjelljen e tij. Luljeta, nga ana e saj, filloi të dokumentonte me imtësi të gjitha aktivitetet e saj të mirëmbajtjes. Çdo thirrje teknike, çdo kontroll rutine, çdo minutë e shpenzuar në çdo kat regjistrohej me saktësi ushtarake. Nëse dikush do të pyeste praninë e saj në një vend apo moment të caktuar, ajo do të kishte prova konkrete për të justifikuar çdo veprim. Dritan Berisha i vëzhgonte këto ndryshime me kuriozitet në rritje. Strategjia e transparencës së Arbenit kishte bërë, ironikisht, që interaksionet e tyre me Luljetën të ishin edhe më të dukshme. Asistenti i ri filloi të pyeste veten nëse dyshimet e tij fillestare kishin qenë të justifikuara apo nëse kishte interpretuar gabim shenja të pafajshme. Ishte gjatë një mbledhjeje të planifikimit tremujor që Dritani dëshmoi diçka që e bëri të rishikonte plotësisht perceptimin e tij për situatën. Arbeni po prezantonte shifrat e produktivitetit kur sistemi i projeksionit dështoi. Luljeta u thirr menjëherë për të zgjidhur problemin. Ajo punoi shpejt dhe në heshtje, me Arbenin që vazhdonte prezantimin duke përdorur vetëm shënimet e tij. Në asnjë moment nuk pati shkëmbim shikimesh të zgjatura apo gjeste që mund të interpretoheshin si intime. Në fakt, ata dukeshin se përpiqeshin të mbanin një distancë profesionale që kufizohej me egzagerimin. Kur Luljeta përfundoi riparimin dhe u drejtua për ngadalja, Arbeni thjesht e falenderoi me të njëjtën mirësjellje që tregonte ndaj çdo punonjësi. Nuk pati asgjë në sjelljet e tyre që të sugjeronte ndonjë lloj marrëdhënieje të papërshtatshme. Dritani filloi të ndihej i turpëruar për dyshimet e tij të mëparshme. Mbase kishte interpretuar gabim shenjat e profesionalizmit respektiv, duke ngatëruar mirësjelljen me intimitetin. Efikasiteti me të cilin ata punonin bashkë mund të ishte thjesht rezultati i viteve të bashkëpunimit profesional të suksesshëm. Një të enjte pasdite, Dritani mori një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e ngjarjeve. Kërkoi Arbenin në zyrën e tij dhe, me një farë ngurimi, kërkoi të bisedonte për një keqkuptim që kishte shkaktuar. Zotëri, filloi Dritani, dukshëm i parehatshëm, më duhet të kërkoj ndjes për diçka. Mendoj se kam bërë insinuata të nxituara mbi sjelljen tuaj profesionale. Arbeni ngriti syt nga dokumentet që po rishikonte, shpreha e tij me kujdes neutrale. Insinuata? Mbi marrëdhënien tuaj të punës me Luljetën.
Tani e kuptoj se kam interpretuar gabim situata që ishin thjesht profesionale. Arbeni qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar implikimet e asaj dëshmie. E kuptoj, tha ai së fundi. Dhe çfarë të bëri të ndryshosh mendim? Vëzhgimi më i kujdesshëm, pranoi Dritani. Ju punoni mirë bashk, por gjithmonë ruani protokollet e duhura. Unë e lash imagjinatën time të krijonte probleme aty ku nuk ekzistonin. Ironia e situatës nuk i shpëtoi Arbenin. Dritani kishte vendosur se nuk kishte asgjë të papërshtatshme saktësisht atëherë kur Arbeni po luftonte më shumë se kur kundër ndjenjave të tij. Faleminderit për sinqeritetin, tha Arbeni. Por Dritan, në të ardhmen, nëse ke shqetësime mbi çdo aspekt të operacioneve të kompanisë, eja direkt te unë përpara se të përfshish departamente të tjera. Dritani pohoi me kokë, dukshëm i lehtësuar. Sigurisht, zotëri. Dhe përsëri kërkoi ndjes për konfuzionin. Pasi Dritani doli, Arbeni mbeti vetëm në zyrën e tij, duke reflektuar mbi bisedën. Asistenti i ri kishte tërhequr dyshimet e tij, por kjo nuk e zgjidhte dilemën reale. Arbeni po zhvillonte, në fakt, ndjenja për Luljetën që shkonin shumë përtej profesionalizmit. Po atë javë, Luljeta mori një shënim të papritur. Po organizonte pajisjet e saj në fund të turnit kur gjeti një letër të vogël të palosur në dollapin e saj. Salla e mbledhjeve, kati i tretë, ora 6:15 e pasdites. Nëse mundesh. Nuk kishte nënshkrim, por ajo njohu menjëherë shkrimin e Arbenit. Kati i tretë zakonisht ishte i zbrazët pas orarit zyrtar, dhe salla e vogël e mbledhjeve rrallëherë përdorej për takime formale. Luljeta mbërriti në vendin e treguar 5 minuta përpara orarit. Salla ishte e zbrazët, e ndriçuar vetëm nga drita e butë e perëndimit që hynte nga dritaret. Ajo ul në një nga karriget dhe priti, zemra i rrite me një ankth që përzihej me pritshmërinë dhe nervozizmin. Arbeni mbërriti pikërisht në orën 6:15, duke mbajtur një filxhan kafeje dhe një çantë dokumentesh që qartësisht shërbente si alibi nëse dikush do t'i shite. Faleminderit që erdhe, tha ai, duke mbyllur derën pas vetes. Duhet të bisedojmë. Për çfarë? Pyeti Luljeta, ndonse dyshonte se e dinte përgjigjen. Arbeni ul përballë saj, duke vendosur filxhanin mbi tavolinë me një kujdes të panevojshëm. Për ne, tha ai thjesht. Për atë që po ndodh dhe çfarë do të bëjmë në lidhje me këtë. Luljeta u përgatit për bisedën që e dinte se ishte e pashmangshme. Dritani erdhi të më kërkonte sot, vazhdoi Arbeni. Duket se ai kishte bërë disa vëzhgime mbi bashkëpunimin ton profesional. Por tani i ka tërhequr shqetësimet e tij. Kjo është mirë apo keq? Pyeti Luljeta. Nuk e di, pranoi Arbeni. Nga njëra anë, do të thotë se kemi qenë bindës në ruajtjen e dukjes. Nga ana tjetër, ai nuk e kishte krejtësisht gabim, plotësoi Luljeta. Saktësisht. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me të gjitha të vërtetat që të dy kishin shmangur t'i thoshin me fjalë. Arben, tha Luljeta së fundi, duke përdorur emrin e tij për herë të parë, asgjë nuk ka ndryshuar që nga ajo nata e parë. Unë ende jam koordinatore mirëmbajtjeje, ende kam një vajzë për të rritur, ende kam nevojë për këtë punë. E di, u përgjigj ai. Por tani unë të besoj ty, vazhdoi ajo. Sepse që nga fillimi ti kur nuk më kërkove të jem dikush që nuk jam. Kur nuk u përpoqe të përdorje pozicionin tënd për të më bërë presion apo për të më premtuar gjëra që nuk mund t'i përmbushje. Arbeni e shikoi me një intensitet që e bëri të ndjente sikur ai po shihte direkt në shpirtin e saj. Dhe unë të besoj ty, tha ai. Sepse ti më pe si një burr përpara se të më shije si një drejtor ekzekutiv. Dhe megjithatë, kur nuk u përpoqe të përfitoje nga kjo. Atëherë ku na lë kjo? Pyeti Luljeta. Unë jam ende këtu, tha ajo thjesht. Dhe ti po ashtu. Thjeshtësia e vëzhgimit kapi përsosmërisht kompleksitetin e situatës. Nuk kishte garanci për të ardhmen, as premtime romantike madhështore. Kishte vetëm dy të rritur që kishin zgjedhur t'i besonin njëri tjetrit pavarësisht rrethanave të komplikuara. Luljeta, tha Arbeni, zëri i tij mbante një lëndueshmëri që ajo kishte mësuar ta njihte, unë nuk e di se si do të funksionoj kjo. Nuk e di nëse do të funksionoj. Por di që nuk dua më të shtirem sikur nuk ekziston. As unë, u përgjigj ajo. Atëherë le të shkojmë ngadalë, tha ai. Pa presion, pa pritshmëri jo reale.
thjesht shohim se ku do të na çojë kjo. Lulieta pohoi me kokë, duke ndjerë një përzierje lehtësimi dhe pritshmërie. Por me një kusht, shtoi ajo. Cilin? Asgjë që komprometon integritetin ton profesional. Nëse në ndonjë moment kjo fillon të ndikojë në punën ton apo të krijojë konflikte etike, ndalojmë. Arbeni buzëqeshur, buzëqeshja e parë e sinqert që ajo kishte parë prej tij në javë të tëra. Jam dakord, tha ai. Profesionistët të parët gjithmonë. Ata u ngritën në të njëjtën kohë dhe për një moment nguruan, duke mos e ditur saktësisht se si ta mbyllnin atë takim. Së fundi, Arbeni zgjati dorën dhe Lulieta e shtrëngoi në një përshëndetje që ishte në të njëjtën kohë formale dhe intime. Deri nesër, tha ai. Deri nesër, u përgjigj ajo. Dolën nga salla veçmas me intervale prej 5 minutash, duke ruajtur dukjen edhe në momentet e tyre më private. Në javët që pasuan, zhvilluan një rutinë delikate. Takoheshin rastësisht për kafe në kuzhinën e kompanisë, gjithmonë të shoqëruar nga punonjës të tjerë. Shkëmbenin emaile rreptësisht profesionale që, megjithatë, mbanin nuanca që vetëm ata i kuptonin. Kur punonin në të njëjtin kat, i lejonin vetes biseda që zgjasnin disa minuta më shumë se sa ishte rreptësisht e nevojshme. Blerina, me mbretësinë e saj të zakonshme, vuri re se diçka kishte ndryshuar në sjelljen e nënës. Je më e lumtur tani, vuri re vajza në një mëngjes të dielash, ndërsa po përgatitnin petulla bashkë. Jam, pyeti Lulieta, duke u përpjekur të dukej rastësore. Je. Është ndryshe nga mënyra se si ishe e lumtur kur unë merrja nota të mira apo kur shihnim një film qesharak. Është sikur ke gjetur diçka që nuk e dije se po e kërkoje. Vëzhgimi i vajzës e preku Lulietën thellësisht. Ishte saktësisht ashtu siç ndihej ajo, sikur kishte gjetur diçka që nuk e dinte se po e kërkonte. Dhe ti je mirë me këtë? Pyeti Lulieta. Blerina u mendua për një moment duke trazuar brumin e petullave me përqendrim. Mendoj se po, tha ajo së fundi. Por mund të më tregosh për të kur të jesh gati. Unë di ti mbaj sekretet e rëndësishme. Pjekuria e vajzës ndonjëherë e surprizonte Lulietën. Blerina dukej se kuptonte instinktivisht se ekzistonin aspekte të jetës së të rriturve që ishin shumë komplekse për shpjegime të thjeshta, por kjo nuk e pengonte atë të ofronte mbështetjen e saj të pakushtëzuar. Atë të diel, ndërsa shihnin një film në televizor, Lulieta reflektoi mbi atë se si jeta e saj kishte ndryshuar në muajt e fundit. Kishte gjetur te Arbeni diçka që të i kalonte tërheqjen fizike apo përputhshmërinë profesionale. Ishte një lidhje që prekte aspekte të personalitetit të saj që ajo mezi e dinte se ekzistonin. Por bashkë me këtë zbulim erdhi vetdia se po lundronin në territor të panjohur. Nuk ekzistonte një manual se si të zhvillohej një marrëdhënie në rrethana si të tyre. Do të duhej të krijonin rregullat e tyre, të vendosnin kufit e tyre dhe të zbulonin bashkë nëse ajo që ndjenin ishte mjaftueshëm e fortë për të kaluar pengesat e pashmangshme me të cilat do të përballeshin. Vera në Tiranë solli me vete një val nxehtësie të pazakontë dhe bashkë me të një krizë të papritur që do të testonte të gjitha marrëdhëniet brenda korporatës Iliria. Një rrjedhje në sistemin e ftojes së ndërtesës e kombinuar me defekte elektrike në kaskadë, krijoi një emergjencë që kërkoi punë në turne të zgjatur gjatë gjithë fundjavës. Lulieta ishte në katin e 18, duke luftuar me një panel elektrik veçanërisht të komplikuar, kur celulari i saj ra në orën 10 të natës së të shtunës. Ishte Blerina, duke telefonuar nga shtëpia e fqinjës ku po kalonte natën. Mami, jam me temperaturë, tha vajza, zëri i saj tingëllonte i dobët përmes linjës. Zemra e Lulietës rrahu fort. Blerina rrallëherë sëmurej dhe kur sëmurej, prioriteti i saj gjithmonë ishte të vraponte në shtëpi dhe të kujdesej për vajzën. Sa e ke temperaturën, zemër? Pyeti ajo, duke llogaritur tashmë mentalisht se sa kohë do t'i duhej për të përfunduar riparimin kritik që po bënte. Zonja Sanie tha se është 39. Jam pak si e turbull. Lulieta mbylli sytë, e ndarë mes përgjegjësive të saj. Sistemi elektrik që po riparonte kontrollonte ftojen e 3 kateve të tëra, duke përfshirë katin ekzekutiv. Nëse ajo ndalonte tani, qindra punonjës do të mbërrinin të hënën për të gjetur një mjedis pune të padurueshëm. Zemër, a mund të rish me zonjën Sanie sot në natë? Unë e përfundoj këtu sa më shpejt të jetë e mundur dhe do të vi të marr nesër herët në mëngjes. Mirë, mami, u përgjigj Blerina dhe Lulieta mund të dëgjonte dorëzimin në zërin e vajzës.
Ishte një fëmijë i mësuar me kërkesat e punës së nënës, por kjo nuk e bënte situatën më pak të dhimbshme. Lulieta mbylli telefonin dhe u kthye te puna me një urgjencë të rinovuar, duart e saj punonin me precizion automatik, ndërsa mendja ishte e ndarë mes qarkut përpara saj dhe imazhit të Blerinës së sëmurë. 2 orë më vonë, kur më në fund arriti të rivendoste sistemin e katit të 18, zbriti për të kontrolluar dëmet në katin e 17. Ishte aty ku gjeti Arbenin, ende i veshur me kostumin e punës, por me kravatën e liruar dhe mëngët e këmishës të përveshura, duke ndihmuar ekipin e sigurisë të lëvizte pajisje elektronike në një zonë më të sigurt. Lulieta? Ai u duki surprizuar kur e pa. Mendova se kishe ikur tashmë në shtëpi. Blerina është sëmur, por më duhet të përfundoj katin e 17 përpara se të iki, shpjegoi ajo, duke u përpjekur të mbante zërin profesional pavarësisht lodhjes dhe shqetësimit. Arbeni e studioi për një moment, duke vënë re tensionin në qëndrimin e saj. Çfarë lloj problemi ka ajo? Temperaturë të lartë. Ndoshta është thjesht një grip vere, por ti dëshiron të jesh me të, plotësoi ai. Më duhet të jem me të, korrigjoi Lulieta. Por gjithashtu më duhet ta përfundoj këtë. Arbeni shikoi rrotull, duke kontrolluar se ishin relativisht vetëm mes kutive të pajisjeve dhe kablove të shpërndara. Ik në shtëpi, tha ai thjesht. Nuk mundem. Nëse nuk e përfundoj këtë sot, të hënën. Unë merrem me pjesën tjetër, ndërpreu Arbeni. Ik kujdesu për vajzën tënde. Lulieta e shikoi e pabesuar. Ti nuk mund të bësh mirëmbajtje elektrike. Dhe edhe sikur të mundje, nuk është puna jote. Mund të koordinoj ekipin e emergjencës dhe të garantoj që çdo gjë të bëhet sakt, u përgjigj ai. Dhe, në fakt, një nga përgjegjësitë e mia është të garantoj që punonjësit e mi të kenë mbështetje kur kanë nevojë të kujdesen për familjen. Bujaria e gjestit e preku Lulietën thellësisht. Nuk ishte vetëm oferta praktike e ndihmës, por njohja se prioriteti i saj në atë moment duhej të ishte vajza e saj. Arben, unë nuk mund të lë të. Lulieta, tha ai, duke e ndërprer përsëri dhe duke përdorur një ton më të butë, sikur të ishte vajza jote që do të ishte sëmur, çfarë do të bëje? Pyetja e zuri Lulietën të papërgatitur. Arbeni nuk kishte fëmijë, por kishte kapur përsosmërisht esencën e situatës së saj. Do të ikja në shtëpi, pranoi ajo. Atëherë ik. Por kur Lulieta mbërriti në parkim, zbuloi se makina e saj nuk po ndizej. Bateria, ndoshta e prekur nga nxehtësia ekstreme e ditëve të fundit, kishte dështuar plotësisht. Ishte pothuajse mesnatë një të shtune, nuk kishte transport publik të disponueshëm, dhe të thirrje një taksi do të merrte të paktën 40 minuta. Ajo ishte ulur në ndenjësen e shoferit, duke u përpjekur të mos binte në panik kur dëgjoi trokitje në dritare. Ishte Arbeni, i cili kishte zbritur për të marrë diçka në makinën e tij. Probleme? Pyeti ai. Lulieta shpjegoi situatën, duke ndjer lotët e parë të frustrimit që kërcënonin të shfaqeshin. Ishte një nënë e vetme që përpiqej të balanconte përgjegjësi të pamundura, dhe në atë moment çdo gjë dukej se po konspironte kundër saj. Eja, tha Arbeni pa hezituar. Të çoj unë. Nuk mund ta pranoj këtë. Është tashmë shumë vonë, dhe ti. Lulieta, tha ai, duke hapur derën e pasagjerit të makinës së tij, mos u bëj kokfort për 5 minuta dhe lejo dik të ndihmoj. Toni nuk ishte i ashpër, por kishte një vendosmëri që nuk pranonte diskutim. Lulieta mori çantën e saj dhe hyri në makinë, shumë e lodhur dhe e shqetësuar për të vazhduar protestën. Shtëpia e fqinjes ndodhej në Laprak, një rrugë prej 40 minutash që kaloi në heshtje reflektuese. Arbeni ngiste me kujdes nëpër rrugët e zbrazta, duke e lejuar Lulietën të përpunonte ngjarjet e ditës. Nuk kishe pse ta bëje këtë, tha ajo së fundi. E di, u përgjigj ai. Por desha ta bëja. Pse? Arbeni u mendua për një moment përpara se të përgjigjej. Sepse kjo është ajo që bëhet për dikë që për dikë të rëndësishëm, tha ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Thjeshtësia e deklaratës mbante një peshë emocionale që asnjë fjalim i shtjelluar nuk mund ta kishte. Arbeni po thoshte, pa i shqiptuar fjalët eksplicite, se ajo ishte e rëndësishme për të. Mjaftueshëm e rëndësishme që ai të braktiste përgjegjësitë e tij dhe të ngiste makinën nëpër kryeqytet në një natë të shtunë. Kur mbërritën te shtëpia e fqinjes, Blerina ishte në gjumë, por temperatura e saj kishte rënë.
Zonja Sanie, një zonjë e sjellshme rreth të 60-tave që ishte bërë gati si një gjyshe zëvendësuese për Blerinën, shpjegoi se vajza kishte marrë ilaçin dhe ishte më mirë. Mirë që erdhe, i tha ajo Lulietës. U qetësua shumë pasi i thash se ti ishe rrugës. Lulieta mbajti Blerinën e përgjumur deri te makina, ku Arbeni kishte përgatitur ndenjësen e pasme me xhaketën e tij që vajza të ishte më komode. Gjatë rrugës për në apartamentin e tyre, Blerina u zgjua shkurtimisht. Mami, murmuroi ajo, ende e përgjumur. Këtu jam, zemër. Blerina shikoi rrotull, duke vënë re për herë të parë se ishin në një makinë tjetër. Kush po jep makinës, pyeti ajo, zëri i saj i ngjirur por kurioz. Lulieta shikoi Arbenin, i cili ndeshi sytë e saj nga pasqyra. Një mik i mamit, tha Lulieta butësisht. Dikush që na ndihmoi kur kishim nevojë. Mirë, murmuroi Blerina, duke u mbështetur përsëri në ndenjëse. Faleminderit, tha ajo në drejtim të ndenjëses së shoferit. Asgjë, u përgjigj Arbeni me zërin e tij të butë. Kur mbërritën në apartament, Arbeni insistoi të ndihmonte në mbajtjen e Blerinës deri te ashensori. Ajo e kishte zënë gjumi përsëri gjatë udhëtimit dhe Lulieta po luftonte me çelësat ndërsa përpiqej të balanconte peshën e vajzës. Në korridorin e apartamentit, në dritën e butë, Arbeni dhe Lulieta u shikuan për një moment që duke i pezulluar në kohë. Faleminderit, tha ajo. Jo vetëm për makinën. Për të gjitha. Nuk ke pse falenderon, u përgjigj ai. Është kjo që bëhet për njerëz të rëndësishëm. Kishte diçka në mënyrën se si ai përsëriti fjalinë që e bëri Lulietën të kuptonte se ai po luftonte me fjalë që donte t'i thoshte, por nuk arrinte t'i shqiptonte. Arben, tha ajo butësisht, a dëshiron të hysh brenda? Të pish një kafe, mbase? Ishte hera e parë që ajo e ftonte atë në hapësirën e saj personale, duke kaluar një vijë që të dy e kishin respektuar me kujdes deri atëherë. Më mirë jo, tha ai pas një pauze. Jo këtë natë. Blerina ka nevojë për ty dhe unë nuk i besoj vetes për t'i mbajtur gjërat të duhura. Sinqeriteti i dëshmisë e preku Lulietën thellësisht. Edhe në atë moment të lidhjes emocionale, Arbeni po mendonte së pari për mirëqenien e Blerinës dhe për rregullsinë e situatës. Por a mund të kthehem nesër? Pyeti ai. Të shoh se si po ndihet Blerina. Mbase të sjell disa ilaçe ose. Do të dëshiroja shumë, u përgjigj Lulieta, dhe për herë të parë në muaj nuk kishte asnjë ngurim në zërin e saj. Mëngjesin pasardhës, Arbeni u shfaq me një qese nga farmacia që mbante ilaçe për fëmijë, termometër digjital dhe një arush pellushi që ai kishte bler impulsivisht. Blerina, e cila tashmë po ndihej shumë më mirë, mbeti e mahnitur nga dhurata dhe, më e rëndësishmja, nga vëmendja e sjellshme që Arbeni tregonte. Ai është i mirë, mami, përshpëriti Blerina për Lulietën kur Arbeni ishte i shpërndar duke përgatitur çaj në kuzhinë. Po, është, u pajtua Lulieta, duke vëzhguar se si Arbeni lëvizte me kujdes nëpër apartament, duke respektuar hapësirën e tyre, por duke u integruar natyrshëm në mjedis. Kaluan të gjithë të dielën bashk, Arbeni, Lulieta dhe Blerina. Pan filma, bën një drekë të thjeshtë dhe biseduan për gjëra të parëndësishme. Por kishte diçka thellësisht domethënëse në normalitetin e asaj dite. Arbeni nuk po sillej si drejtori ekzekutiv i korporatës Iliria, ishte thjesht një burr që kalonte kohë me dy njerëz që ishin bërë të rëndësishëm për të. Blerina, me mbretësinë e saj të zakonshme, e dalloi menjëherë dinamikën mes të rriturve. Ju pëlqeheni, pyeti ajo direkt Arbenin gjatë drekës, me mungesën e filtrit tipike të një fëmije 8 vjeçar. Lulietës gati sa nuk i mbeti lëngu në fyt, por Arbeni u përgjigj me një qetësi surprizuese. Më pëlqen shumë mami jote, tha ai sinqerisht. Ajo është një person shumë special. Dhe do të bëheni të dashur, vazhdoi Blerina, qartësisht e vendosur të shkonte deri në fund të çështjes. Blerina, protestoi Lulieta, por Arbeni ngriti dorën butësisht. Është një pyetje e drejtë, tha ai, duke parë direkt Blerinën. Përgjigjja është se nuk e dim ende. Ndonjëherë të rriturit kanë nevojë për kohë për t'i zbuluar këto gjëra. Por a doni t'i zbuloni? Insistoi Blerina. Arbeni shikoi Lulietën, e cila pohoi me kokë pothuajse pa u vënë re. Po, tha ai thjesht. Duam t'i zbulojmë. Përgjigjja u duk se e kënaqi Blerinën, e cila ktheu vëmendjen te sanduiçi i saj sikur të kishte zgjidhur një çështje administrative të vogël.
Atë pas dite, pasi Blerina e zuri gjumi për një dremitje, Lulieta dhe Arbeni më në fund patën bisedën që të dy e dinin se ishte e pashmangshme. Kjo fundjavë ndryshoi çdo gjë, apo jo, tha Lulieta, e ulur në krah të tij në divanin e vogël të sallonit. Ndryshoi, pranoi Arbeni. Të shoh ty si nën, të jem në shtëpinë tënde, të njoh vërtet Blerinën e bëri çdo gjë shumë më reale. Dhe më të komplikuar? Dhe më të rëndësishme, korrigjoi ai. Lulieta, unë kalova 10 vitet e fundit duke ndërtuar një kompani, duke u fokusuar ekskluzivisht në karrierë. Kur nuk mendova se do të gjeja dikë që do të më bënte të dëshiroja të ndërtoja diçka ndryshe. Dhe ti dëshiron? Të ndërtosh diçka ndryshe? Arbeni shikoi rrotull apartamentit të vogël, fotot e Blerinës në mur, vizatimet shumë ngjyrëshe të ngjitura në frigorifer, librat e grumbulluar mbi tavolinën e mesit, dhe pastaj shikoi Lulietën. Me ty? Po, tha ai, zëri i tij i ngarkuar me një bindje që e surprizoi atë. Nuk e di se si, nuk e di se kur, por po. Ishte deklarata më e afërt me një dëshmi dashurie që ndonjëri prej tyre kishte bërë deri atëherë, dhe mbante peshën e të gjitha mundësive të ardhshme që po e lejonin veten t'i konsideronin për herë të parë. Atë natë, pasi Arbeni u largua, Blerina bëri një vëzhgim që e la Lulietën të menduar. Mami, ai të shikon ty në të njëjtën mënyrë siç më shikon ti mua. Si do me thënë, zemër. Si kur ti e gjëja më e çmuar në të gjithë botën. Ndonjëherë, Lulieta pyeste veten nëse vajza e saj 8 vjeçare nuk kuptonte nga dashuria më shumë se sa shumë të rritur. 6 muaj pas asaj fundjave transformuese, kryeqyteti ishte zhytur në dimër kur një propozim i papritur mbërriti në tavolinën e Arben Krasniqit. Korporata Iliria kishte marrë një ofertë shkrirjeje me një kompani multinacionale me seli në Evropë. Ishte lloji i mundësisë që ai kishte ndërruar gjatë gjithë karrierës së tij, shansi për të shndërruar kompaninë e tij rajonale në një lojtare vërtet globale. Por propozimi vinte me një kusht të panegociueshëm. Arbeni do të duhej të shpërngulej në Vjenë për të paktën 3 vjet për të mbikëqyrur integrimin e operacioneve. Ishte një ofertë që ai nuk mund ta refuzonte nga pikpamja profesionale, por që krijonte një dilemë personale që ai kur nuk e kishte hasur më parë. Gjatë 2 javëve që pasuan marrjen e propozimit, Arbeni e mbajti peshën e atij vendimi vetëm. Nuk kishte diskutuar me askënd, as me Lulietën, ndonse ajo e kishte vënë re se diçka po e shqetësonte thellësisht. Ishte një të enjte pasdite kur ai më në fund mori guximin për ta trajtuar çështjen. Gjeti Lulietën në zyrën e saj të vogël, duke organizuar raportet e mirëmbajtjes mujore. Duhet të bisedoj me ty, tha ai, duke mbyllur derën pas vetes. Lulieta ngriti syt, menjëherë duke e vënë re seriozitetin në shprehjen e tij. Çfarë ka ndodhur? Arbeni u ul në të vetmen karrige të disponueshme, atë që ajo zakonisht u ofronte punonisëve që vinin për të diskutuar probleme teknike. Mora një propozim, filloi ai, dhe pastaj shpjegoi me detaj ofertën e shkrirjes dhe implikimet e saj. Kur përfundoi, Lulieta qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar jo vetëm informacionin, por të gjitha degëzimet e tij. Është një mundësi e jashtëzakonshme, tha ajo së fundi. Është, u pajtua Arbeni. Profesionalisht, është çdo gjë që unë kam dëshiruar gjithmonë. Por tani unë kam konsiderata të tjera. Lulieta u ngrit dhe eci drejt dritares së vogël që ofronte pamje të pjetshme të qytetit. Jashtë, jeta vazhdonte rrjedhën e saj normale, makinat që kalonin, njerëzit që ecnin në trotuare, rutina urbane që ndiqte pa ndërprerje. Arben, tha ajo pa u kthyer, kur u njohëm, unë isha një koordinatore mirëmbajtjeje me një vajzë për të rritur dhe ti ishe një drejtor ekzekutiv duke ndërtuar një perandori. Kjo nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar, po, protestoi ai. Çdo gjë ka ndryshuar. Ajo që ka ndryshuar janë ndjenjat tona, korrigjoi ajo, duke u kthyer më në fund për ta parë. Por realitetet praktike vazhdojnë të jenë të njëjtat. Ti ke një karrierë brillante përpara, dhe unë nuk do të isha personi i duhur nëse do të përpiqesha të mbaja. Dhe nëse shkoj, a do të jetë më e lehtë për ty të vazhdosh këtu? Pyetja jehonte në zyrën e vogël, e ngarkuar me të gjitha implikimet që asnjëri prej tyre nuk donte të përballej. Nuk e di, u përgjigj Lulieta sinqerisht. Por di që do të ishte më e lehtë për ty të merrje vendimin e duhur nëse nuk do të duhej të shqetësoheshe për mua. Arbeni u ngrit papritur, i frustruar nga përgjigjja. Ti nuk e kupton, tha ai. Unë nuk dua të marr vendimin e duhur.
Unë dua të marrë vendimin që na lejon të qëndrojmë bashkë. Dhe nëse këto dy gjëra janë të papërputhshme? Pyetja varri në ajër si një e vërtet që asnjëri prej tyre nuk ishte i përgatitur ta pranonte. Më jep një javë, kërkoi Arbeni. Thjesht një javë për të menduar për alternativa. Lulieta pohoi me kokë, ndonse të dy e dinin se një javë nuk do të ndryshonte realitetet themelore të situatës. Atë natë, kur Lulieta mbërriti në shtëpi, Blerina menjëherë e dalloi se diçka nuk shkonte. Ka ndodhur gjë me Arbenin? Pyeti vajza ndërsa po bënin darkën bashkë. Mbretësia e Blerinës kur nuk pushonte së surprizuari Lulietën. Në muajt e fundit, Arbeni ishte bërë një prani e rregullt në jetët e tyre. Ai shfaqej për darkë të paktën 2 herë në javë, ndihmonte Blerinën me projekte shkollore dhe ishte integruar natyrshëm në rutinën e tyre familjare. Ai mori një propozim pune në një shtet tjetër, shpjegoi Lulieta me kujdes. Blerina ndaloi së trazuari sallatën dhe shikoi direkt nënën. Dhe ti do të shkosh me të? Nuk është aq e thjesht, zemër. Unë kam punën time këtu, ti ke shkollën tënde, miqt e tu. Por ti e pëlqen atë, tha Blerina me logjikën e pamëshirshme të një fëmije. Dhe ai të pëlqen ty, a nuk është kjo ajo që ka rëndësi? Ndonjëherë të pëlqesh dikë do të thotë ta lësh të bëj atë që është më e mira për të, u përgjigj Lulieta. Blerina rrudhi ballin, qartësisht e pakënaqur me përgjigjen. Kjo është gjë të rriturish shumë e komplikuar, hë? Po, pranoi Lulieta. Ndonjëherë të jesh i rritur do të thotë të bësh zgjedhje të vështira. Por Blerina, me urtësinë e saj 8 vjeçare, bëri një vëzhgim që mbeti duke jehuar në mendjen e Lulietës për pjesën tjetër të natës. Mami, nëse ti gjithmonë zgjedh atë që është më e lehtë, si do ta dish nëse ja vlen të luftosh për diçka? Të premten pasardhëse, Arbeni mori një vendim që surprizoi të gjithë, duke përfshirë edhe veten. Në vend që të pranonte apo refuzonte propozimin menjëherë, ai kundërpropozoi, do ta mbikëqyrte shkrirjen në distancë për 6 muaj, duke udhëtuar drejt Evropës vetëm kur ishte e nevojshme, dhe do ta konsideronte shpërnguljen përfundimtare vetëm pasi të vlerësonte nëse integrimi vërtet kishte nevojë për praninë e tij fizike konstante. Ishte një propozim i rrezikshëm që mund të refuzoi, por që ofronte një alternativë të tretë që askush nuk e kishte konsideruar më parë. Për surprizën e tij, kompania evropiane e pranoi kundërpropozimin, e intriguar nga besimi që Arbeni tregonte në ekipin e tij dhe në sistemet e tij të menaxhimit në distancë. Kur ai I tregoi lajmin Lulietës, ajo ishte në katin ekzekutiv duke zëvendësuar një llamp LED të djegur. Ata e pranuan? Pyeti ajo, duke zbritur nga shkalla që po përdorte. E pranuan, konfirmoi Arbeni. 6 muaj për të provuar se mund ta mbikëqyr shkrirjen që këtu. Lulieta e studioi me kujdes. Dhe nëse nuk funksionon? Nëse pas 6 muajsh ata kërkojnë shpërnguljen tënde? Atëherë do ta marr atë vendim kur të vijë koha, u përgjigj ai. Por të paktën do të përpiqem të gjej një mënyrë për t'i pajtuar të gjitha. Pse? Pyeti Lulieta, ndonse e dinte përgjigjen. Arbeni ju afrua asaj duke kontrolluar në mënyrë diskrete nëse ishin vetëm në korridor. Sepse më në fund gjeta dikë që më bën të dëshiroj të qëndroj, tha ai thjesht. Atë pasdite, për herë të parë në 6 muaj, ata dolën bashkë në publik. Arbeni ftoi Lulietën dhe Blerinën për darkë në një restorant të liçeni I thatë, asgjë shumë elegante, thjesht një vend familjar ku mund të bisedonin pa u zënë ngushtë. Gjatë darkës, Blerina mbajti një fjalim spontan që I la të dy të rriturit të emocionuar. Arben, tha ajo me seriozitetin e dikujt që po bën një deklaratë të rëndësishme, faleminderit që e bën mamin tim të buzëqesh vërtet. Dhe faleminderit që nuk ike kur gjërat u bën të vështira. Arbeni shikoi vajzën për një moment të gjatë, qartësisht I prekur nga fjalët. Faleminderit që më pranove në familjen tuaj, u përgjigj ai. Dhe që më mësove se disa gjëra vlejnë më shumë se çdo karrierë. Ishin fjalë të thjeshta, por që shënuan një pikë ktheje përfundimtare në marrëdhëniet e tyre. 3 muaj më vonë, shkrirja po përparonte më mirë se sa kushdo kishte parashikuar. Strategjia e mbikëqyrjes në distancë e Arbenit po funksiononte aq mirë sa kompania evropiane filloi ta konsideronte si model për integrimet e ardhshme. Ishte një të martë pranvere kur Arbeni gjeti një zarf mbi tavolinën e zyrës së tij. Brenda, një letër e shkruar me dorë në letër me kokë të korporatës. Ti më pe përpara se unë ta shija veten. Dhe tani nuk dua më të kthehem të jem e padukshme.
Nuk e di se çfarë do të thotë kjo për ne, por di që dua ta zbuloj me ty. Nuk kishte nënshkrim, por Arbeni njohu menjëherë shkrimin e Lulietës. Ishte një përullje ndaj letrës që ai gati i kishte shkruar asaj muaj më parë, por që kur nuk pati guximin t'ia dorëzonte. Ai e gjeti atë në parkimin nëntoksor atë pasdite, në të njëjtin vend ku çdo gjë kishte filluar gati një vit më parë. E more letrën time? Pyeti ajo. E mora, u përgjigj ai. Dhe përgjigjja ime është e njëjta që ti më dhe atë natë, atëherë ri. Dhe le ta zbulojmë bashkë. Atë natë, Arbeni refuzoi formalisht mundësinë e shpërnguljes në Evropë. Shkrirja kishte qenë aq e suksesshme në mbikëqyrjen e tij në distancë sa kompania vendosi ta mbante strukturën e decentralizuar pafundësisht. 6 muaj më vonë, në një ceremoni të thjeshtë në një kishë të vogël në Laprak, Lulieta dhe Arbeni u martuan. Blerina ishte dëshmitarja e vogël, Dritan Berisha ishte dëshmitari i dhëndrit dhe Besniku, shefi i sigurisë, e kolli Lulietën deri në altar në vend të babait që ajo kishte humbur vite më parë. Lista e të ftuarve ishte e vogël por domethënëse, kolegë pune që kishin dëshmuar marrëdhënien diskrete dhe respektive që ata kishin mbajtur, fqinj që kishin parë Arbenin të bëhej pjesë e familjes, dhe miq që kuptonin se ndonjëherë dashuria më e vërtet është ajo që rritet në heshtje, e ndërtuar mbi besimin dhe respektin e ndërsjellë. Gjatë ceremonisë, kur prifti pyeti nëse kishte ndonjë arsye pse ata nuk duhej të bashkoheshin në martesë, Blerina ngriti dorën dhe tha me zë të lartë. Ka po. Unë mendoj se ata u vonuan shumë për ta vendosur këtë. E gjithë kisha shpërtheu në të qeshura, duke përfshirë Lulietën dhe Arbenin, të cilët kuptuan se vajza e tyre 9 vjeçare kishte kapur përsosmërisht humorin e momentit. Në festën e dasmës, të mbajtur në vetë korporatën Iliria pas orarit zyrtar, Dritani bëri një grapi që askush nuk e priste. Para një viti, unë mendova se kisha diktuar një parregullsi në sjelljen profesionale të disa punonjësve, tha ai, duke ngritur gotën e tij të shampanjës. Tani e kuptoj se ajo që kisha dëshmuar vërtet ishte fillimi i historisë së dashurisë më të bukur që kam parë. Për Lulietën dhe Arbenin, vazhdofshi të provoni se dashuria e vërtet vlen çdo komplikim. Jeta që pasoi ishte ndryshe nga çdo gjë që ndonjëri prej të treve kishte imagjinuar. Arbeni mbajti pozicionin e tij në kompani, por implementoi politika pune më fleksibile që i lejonin punonjësit të balanconin më mirë jetët e tyre personale dhe profesionale. Lulieta u ngrit në detyrë si mbikëqyrëse e përgjithshme e mirëmbajtjes, një pozicion i krijuar specifikisht për të njohur vitet e saj të përkushtimit dhe kompetencës. Blerina fitoi jo vetëm një njerëk, por një baba që e adhuronte dhe që kur nuk u përpoq të zëvendësonte kujtimet që ajo kishte për baban biologjik që kishte humbur kur ishte shumë e vogël. Ata u shpërngulën në një shtëpi më të madhe në zonën e liçenit artificial, me një kopsht ku Blerina mund të luante dhe Arbeni mund të përpiqej, pa shumë sukses, të kultivonte domate në fundjavë. 5 vjet pas martesës, kur Blerina mbushi 14 vjeç, ajo mbajti një fjalim ditëlindjeje që përmblodhi përsosmërisht udhëtimin e familjes. Kur isha e vogël, e pyeta mamin tim nëse Arbeni ishte shoku i saj apo dikush që ajo nuk mund t'i tregonte askujt. Tani e di se ai ishte të dyja gjërat, dikush që u bë shoku i saj më i mirë dhe që ajo gati sa nuk ja tregoi askujt sepse kishte frikë se do të ishte shumë e komplikuar. Por ndonjëherë gjërat më të mira në jetë janë të komplikuara në fillim dhe të thjeshta kur ne ndalojmë së pasuri frikë prej tyre. Ajo që kishte filluar si një makinë e papritur në një natë me shi ishte shndërruar në një familje të ndërtuar mbi baza solide të besimit, respektit dhe dashurisë së sinqertë. Ishte një histori që provonte se ndonjëherë romanca më e gjatë është ajo që rritet ngadalë, e ushqyer nga gjeste të vogla dhe mirëkuptime të mëdha. Lulieta dhe Arbeni vazhduan të punonin në të njëjtën kompani, duke zënë të njëjtat hapësira ku ishin njohur, por tani duke ndarë jo vetëm ashensorin e qëllimit, por një jetë të tërë qëllimesh të përbashkëta. Ishte dashuri. Jo nga ato që bërtasin, por nga ato që mbeten. Përgjithmonë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Lulietës dhe Arbenit të ketë prekur zemrat tuaja po aq sa preku tona. Për të vazhduar këtë udhëtim emocional, kemi përgatitur një playlist speciale me histori po aq magjepsëse mbi dashurinë, familjen dhe shanset e dyta. Gjeni atë këtu në anën e majtë të ekranit. Nëse u emocionuat me këtë rrëfim, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe të lini një pëlqim në video. Çdo ditë sjellim histori unike që eksplorojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore dhe bukurinë e takimeve të papritura.
Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe na tregoni në komente se cila pjesë e historisë ju emocionoi më shumë. Jemi në pritje të lexojmë përshtypjet tuaja mbi këtë udhëtim dashurie të ndërtuar mbi besimin dhe guximin.